Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Deme la ilaha illallah. Rasulullah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Falemderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falemderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, përshëndetjet më të ngrohta ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan, pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, xhamatlin, të nderuar besimtar. Allahu subhanahu wa ta'ala kur e ka kriju këtë dynja, këtë botë, me gjitha të mira që i ka kjo gjithësi, tokat, qijet, planetet të ndryshme, Allahu azza wa jall si ka kriju kot për kur gjë, por e kanë një qëllim. I gjithë kjo hapësirë dhe gjithësi ka qëllimet e veta. Allahu subhanahu wa ta'ala, të nderuar vëllezër, thot në suratun Sad, ajeti 27, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Nuk i kemi krijuar, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk i kemi krijuar tokat edhe qiejt dhe çka ka mes tyre, kot. Do në thot, kjo gjithësi, na çka po shohim me sytë tona, tokë e qiej dhe çka ka mes tyre, yje, hona, dielli, nuk janë krijuar kot, shkel e shko. Por e kanë një qëllim, të nderuar vëllezër xhamatlin. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot në një ajet tjetër kuranor, Allahu khaliqu kulli shay'. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu subhanahu wa ta'ala është krijuesi i çdo gjëje. Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe ai është mbajtësi dhe ai është mbikëqyrësi dhe Allahu subhanahu wa ta'ala është kontrolluesi i çdo gjëje që ka krijuar këtë dynja. Dielli, ky planet i madh, lind në kohën e vet. Perëndon në kohën e vet. Dhe çdo send që ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala në tokë e në qiej është mbikëqyrës Allahu. Është kontrolluesi Allahu xhalla shanu wa xhalla jalaluhu. Çdo send, të nderuar vëllezër, çka bëhet në këtë dynja, çdo send çka bëhet në këtë dynja, prej fatkeqësive, tërmetet, vulkanet e ndryshme në përbot, vërshimet e mëdha që bëhen në për vendet ndryshme të botës, ujrat e ndryshme, që marrin fshatra dhe qyteze dhe qytete të mëdha. Të nderuar vëllezër, të gjitha këto janë shenja.
për njerëzit për më u kthy në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Për më u kthy drejt rrugës Allahut, për mi ngjall ato zemra të cilët janë të pakujdesshëm. Ka zemra të pakujdesshëm. E nëpërmes këtyre fatkeqësive që shohim na çdo ditë, edhe në të kaluamën, edhe sot, edhe në të ardhmen që do të bëhen, që ka lajmëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam para 1400 e kusur viteve ka thonë që nuk do të bëhet kiameti pa u shtu tërmetet. Nuk do të bëhet kiamet pa u shtuar tërmetet dhe pa u shtu vërshimet, ujrat dhe pa shpërthy vullkanat në çdo vend. Edhe derisa ka thonë pejgamberi alayhi wasallam nuk do të bëhet kiameti derisa do të përhapet edhe fitneja për çamjet në fytyrë tokës. Allahu më na ruaj. E këto sende që ka peshojmë na të ndëruar vëllezër që jeni vetë dëshmitar prej tërmeteve, prej vërshimeve, prej shpërthimeve, ujrave të ndryshme, këto janë ajete. Këto janë ajete të Allahut, si lloj manunga në gjuhën gjermane që njerëzit mu kthye në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu në një ajet tjetër kuranor, thot Allahu subhanahu wa taala: "Wama nursilu bil ayati illa takhwifa", thot Allahu subhanahu wa taala, ne kur dërgojmë fatkeqësi, nuk dërgojmë fatkeqësi, këto shpërthimet, këto vullkane, këto tërmetet, këto vërshimet, këto ujrat, vetëm se vetëm, thot Allahu subhanahu wa taala, që njerëzit të vetëdisohen, e të kthehen drejt rrugës Allahut subhanahu wa taala. Xhamati nderuar, këto fatkeqësi që na pishojmë sot edhe në lajme edhe në rrjetet sociale, tërmete, vullkane, vërshime, ujrat të ndryshme që moment, sekond shkatrohet çdo send, kanë qenë edhe ma herët, po bëhen tani dhe do të bëhen dhe ka me pasur. Tërmetet, ujrat, vërshimet kanë qenë gjatë gjithë historisë së njerëzimit të nderuar vëllezër xhamatli. Prej kohës së Ademit alayhis salam e deri në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe ka më vazhdu kështu deri në ditën e Kiametit. E dini edhe vetë, jeni dëshmitar edhe vetë, në kohën e Nuhut, Allahu dërgoi tufanin, saqë tufani apo shi shumë i madh, edhe nga qielli, edhe nga toka, e boni Allahu subhanahu wa taala vërshim ujë shumë i madh, për arsye se populli i Nuhit nuk e besuan pejgamberin e vet, dhe Allahu subhanahu wa taala si pasojë dënimi apo si pasojë mos pranimi davetit Nuhit alayhis salam, ja çoi këtë dënim. Tufan i madh, tsunami, për shkak pasojave të mëkateve tyre. Pastaj, para profetnisë së Muhamedit alayhi salatu wasalam në Yemen, ajo dinastia e Jemenazëve, ajo dinasti e madhe, ajo mbretëri e madhe në Yemen, të cilët njerëzit ishin kokëlart, mendje mdhej, kishin pasuri të madhe, toka të ndryshme, 13 pejgamber Allahu dërgojnë mesin e popullit Yemenit. Edhe ata i përgënjeshtruan pejgamberet e tyre të ndëruar vëllezër. E keni në Kur'an suratu Sebe, populli i Sebeit. I shkatroi Allahu subhanahu wa taala, ju çoi vërshim, ujt madhe dhe jo prishja dinasti dhe atë mbretëri që e kishin ata. Sepse u bonën kryer neq, mendje mdhej, nuk i besuan argumentet e Allahut subhanahu wa taala, Allah i dënoi me vërshim,
me tufan. Pastaj të nderuar vëllezër, 5 vite para se mu bo pejgamberi alayhi wasallam i dërguar i Allahut në Mekë, kur ishte pejgamberi alayhi wasallam 35 vjeçar, transmetohet që Qabën e ka marrë uji. Vërshim i madh në kodrat e Mekës. Pas hijretit pejgamberit alayhi wasallam, pasi që pejgamberi u shpërngul nga Mekëja në Medinë, nuk ka shku shumë kohë, u bën një vërshim i madh, shumë karashi në Medinë, shumë shi i madh, saqë u bë lumë Medina e pejgamberit alayhi wasallam. Njerëzit u ankuan, sikur mos kishte me qenë duaja pejgamberit alayhi wasallam, sot nuk kishte me ekzistu qyteti i Medinës, Medinetul Munawwara, ku është vetë xhamia pejgamberit alayhi wasallam. Por duaja Resulullahut kur e pa pejgamberin që po bën shumë shi, saqë njerëzit fillon mu anku. Boni këtë dua, tha Allahumma hawalejna la aulena, la alejna. O Allah, qohë këtë shi për rreth neve, jo mbi ne. O Allah, qohë këtë shi për rreth neve, do më thënë në për kodrën, në për male, mëse qohë mbi ne. Allahu subhanu wa ta'ala ju përgjigj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe ndërpreu shiun. Do njerë Allah e qonë shiun për bereqet, por Allah me na ruajt do njerë e qonë edhe për dënim. E lusim Allahun subhanu wa ta'ala që Allahu të na ruaj nga dënimet e tia, ja Rabbel Alemin. Pastaj në kohën e khalifës së Omer ibn Khattabit radiallahu anhu, kur ka qenë khalife, Hazreti Omeri u bën një vërshim i madh ujrash. E mori Mekën dhe e prishi Qabën prap përsëri. Pastaj të nderuar vëllezër, në Bagdad, gjithashtu ka ndodhur në kohën e Abbasive, në kohën e tabiinëve dhe etbau tabiin, saqë e mori, domethënë Bagdadin. Kjo ka ndodhur në Bagdad. Vërshim, ujë, shi i madh i prishi edhe ato bibliotekat e asaj kohë, librat që me vite që në shkruajtur prej djetave, prej ulemave. Pas e din edhe rastin të ndëruar vëllezër gjithashtu në Kin, vitev 1931, pastaj 1998, do më thënë ku uji apo deti duli mbi, do më thënë frontin e saj, vendin e saj dhe shkatroi, boni helaq atë popullin në këto vite, do më thënë fillimisht në vitin 1938, pastaj 1998, vdiqen mira njerëz prej vërshimit, prej këtij tufani, prej këtij uji, prej tyne dalgave të mëdha, detit që shkatroi çdo sen për një moment. Dhe u mbytën mira njerëz të nderuar vëllezër. Tsunami, jo më larg, 2001 po mdoket, apo 2004 kur ka ndodhur në Indonezi atje. Tsunami, ato dalgat e detit dulën mbi shtratin e tokës dhe qaq fuqi e madhe shkatroi çdo send, saqë vërshimet kanë mbrit deri në Sri Lanka, deri në Indi, pastaj deri në ato detrat tjera, domethënë vende tjera të nderuar vëllezër. Gjithashtu e dini rastin edhe në Pakistan vitet 2019 po mdoket apo 2021, në Pakistan gjithashtu domethënë njerëzit mbeten pa kulm në kokat e tyre, mbeten rrugës. Këto fatkeqësi, sepse të tjerët pëthuajnë fatkeqësi natyrore, mundën me qenë si mbas pretendimeve tyre, por feja islame thot këto janë fatkeqësi, vetëm nga ona Allahut subhanahu wa taala kur robi, domethënë e mkaton dhe i bën gjuna Allahut xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Gjithashtu në Libi 2023, në një qytet prej qyteteve të Libis, e muri komplet një qytet të tërë, vërshima uji, dhe u mbytën shumë njerëz të nderuar vëllezër xhamatlinj. Pastaj edhe në Ballkan, në Kosovë,
në Maqedoni, në Serbi, pastaj edhe në Gjermani, Nordrhein-Westfalen, çka buni uji? Prishi shumë sende, shkatroi shumë sende, të nderuar vëllezër, kishte edhe viktima. Edhe ndërsa ditën e djeshme, ajo vërshim e madhe për atyne kodrave të mëdha të Nepalit, u vërshu disa qytete u prekën prej vërshimeve të mëdhaja, vetë një dëshmitar keni pa në rrjetet sociale, për një moment u shkatru pasuria e njerëzve që kanë bo me vite për një moment, sa që shpejtësia ujit ishte 100 orë. Dje, sot çdo sen i kemi të plasuar nëpërmes rrjetit social, ndoshta edhe drejt për drejt dikush ka hyrë për të tregon se si uji domethënë ulshu apo i muri ato dogat e veta prej kodrave, maleve të Himalajas atje, sepse Nepali, të nderuar vëllezër, është vend turistik, edhe vend domethënë malor, që shumë turista shkojnë i vizitojnë ato vendet atje, sepse malet më të mëdha apo kodrat më të mëdha ekzistojnë atje. Është vend shumë i bukur. Kodrat e domethënë më të mëdha që ekzistojnë në dynja janë atje, të nderuar vëllezër, por Allahu subhanahu wa taala e din hikmetin edhe butësinë. Mas mirti i mbështetemi Allahu xhalleshanu u xhallexhelalu, ishte dje shumë të vdekur, kurse sot të vdekurit e tyre po dalin mbi tokë të vdekur. Të nderuar vëllezër xhamatllin, na duhet marrim mësim për këtyre seneve. Duhet marrim mësim, duhet marrim ibret. Dietarët islam kanë thënë se kur ndodhen këto fatkeqësi natyrore, për unës Allahut subhanahu wa taala, çysh dush thuaj, janë vetëm shkak si pasoj e mëkateve, gjunave të njerëzve që ja bëjnë Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu xhalleshanu xhelle xhelalu në një ajet kuranor, në Kur'anin famlar, thot dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Suratul Rum, ajeti 41, thot Allahu subhanahu wa taala, po bëhet fesadi e keqja në fytyrë tokës, gjunahet, mëkatet, vërshimet, tërmetet, për shkak dorës njerëzve, për shkak mëkateve tyre, sepse lënë rrugën Allahut subhanahu wa taala, bënën mëkate, bënën gjuna, edhe Allahu i çoi këto si dënime që njerëzit përmison, ndoshta për tyre dikush do të udhëzohet e do të përmisohet e do ta përshafoj dinin Allahut subhanahu wa taala. Nëse të nderuar vëllezër, dje ka ndodhur në Nepal ky vërshim i madh që muri disa katune, disa qyteze, me atë shpejtësinë e vet që kishte vërshima uji, ndoshta nesër mundet me qenë te na këtu, ose pas nesër diku tjetër, apo në qytetin ton, apo në vendlindjen ton, apo ne ku jetojmë këtu, të marrim mësim pi atje. Që na të përmisohemi, mos lëmë pe, le të jesin këto ajetet e Zotit, këto argumente na çka po shohim, le të jesin përmirësim për juve, për neve, që të udhëzohemi dhe ta përqafojmë dinin Allahut, edhe të i ruhemi mëkateve, gjunaheve, se si pasojë janë mëkatet edhe gjunahet, Allahu subhanahu wa taala hidhrohet. Atëherë kur hidhrohet, çfarë do bëjmë? Do i ngrisim duart ka qielli, mi thonë o Allah, ashtu siç bëni dua pejgamberi alayhis salam, thua Allah, çoh këtë shi për rreth neve e jo mbi ne. Merre për mësim, merre për edukim. Dje atje, sot mundet ndodh të na. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allah ta pezulloj hidhrimi pi kokave tona, ja rabbel alamin. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar, mos pyet, ndoshta dikush mundet me pyet, po a thu ata shtetin e Nepalit atje për shkak mëkateve, gjunaheve, Zoti pas ka thu? Mos e bën këtë pyetje kështu. Hiç mos e bën këtë pyetje. Po pyet ti veten tënd, ty Allah ta ka mundsuar me i pa këto katastrofa që janë bëhe. Ta ka mundsuar me pa nëpërmes rrjeteve sociale, këtë vërshim, këtë ujë, se çysh po mbyten njerëzit para syve. E patë edhe vet atë kufinin mes Nepalit edhe Kinës, se çysh erdhën ato dallgat e mëdha njerëzit atje poshtë edhe u mbytën. Mos pyet a janë pasoj mëkatet e tyre apo nuk janë pasoj, po pyet ti veten tënd që i ki pa.
a ka me pas përmisim, a ka me pas udhëzim, a ki murujt për mëkateve, gjunaheve, dhe kështu të më radhë. Ndëgjoni pi thomja 2-3 thënje selefëve të parëve tanë edhe pe përfundoj hutbën tanë. Të ndëruar vëllezër, Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, Hazreti Umeri, e dini rastin, me siguri e keni ndëgju, në Medine ndodhi një dridhje tokës, në Medine të Munawwara, në kohën e Hazreti Umerit kur ka qenë khalife, u bon një dridhje tokës, një zelzele, një tërmet. Qatë që u frigu Hazreti Umeri? Ishte khalife, kryetari i shtetit, e mlodhi popullin dhe duli përpara dhe ju tha, vallahin ka thonë, nëse dhe njëherë ndodhë në Medine, ky tërmet, ju jeni të bo diçka. Tha, ju jeni të bo diçka, jeni të mkatu Allahun, ka dikush për mesit popullit ton, është të bo gjuna e vori pejgamberit tu. Nëse ndodhë edhe njëherë në Medine, ky tërmet, tha, nuk ko me jetu me juve, ko mu largue. Nëse bot edhe njëherë ky tërmet, thot s'ko me jetu me juve, ko mu largue. Ndërsa, Hasanul Basri rahimahullah thot, inna Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu xhalla xhelalu thot, jep robëve të vetë mu kënaqsh me të mirat e kësaj dynjaje. Allahu thot, robëve të vetë, krijesave të vetë, ju jep mundësi mu kënaqsh me të mirat e kësaj dynjaje. Njerëzit kënaqen me pasurinë që e kanë, me të mirat që i kanë, që ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, por nëse ata harrojnë Zotin, nëse ata të mirat Allahut azza wa xal i përgënjeshtrojnë, apo i mëkatojnë Zotin, apo nuk ja din Allahut subhanahu wa ta'ala, e hidhrojnë Zotin, apo i shkelin dispozitat Allahut subhanahu wa ta'ala, çka thot Hasanul Basri rahimullah, të gjitha këto nimete mundën më u kthy në azab, në dënim. Mundën më u kthy në azab, në dënim, Allahu më na ruajt. Gjithashtu thot Said ibn Jubairi rahimullah, njëri prej tabeinëve, thot innal abda, thot robi kur mëkaton Zotin, bën gjuna Allahut subhanahu wa ta'ala, i shkel dispozitat e Allahut, edhe thot, a përshen që mu Zoti kur gjos po mbën, mi ka thonë tonat mirat, unë e kom pasuri, unë e kom këtë, edhe pse unë për mëkatoj Zotin, për bëj gjuna Allahut, të pse Zoti mu a përshen nuk për më dënon, po për e dënon dikon tjetër që adhuron ndoshta Allahun, e shkon në rrugë të Zotit. Por njeriu nuk e din, në moment, në sekund, të menu ajse, edhe pse pe i bën gjuna Zotit, po i vjen dënimi baghte, i vjen dënimi njeriut pa pritë pa kujtu, i vjen vdekja pa pritë pa kujtu, i vjen belat pa pritë pa kujtu, duke mendu se ajse nuk vjen dënimi pi Zotit. Allahu me na ruaj të ndëruar vëllezër xhamatllin, lutim Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukura dhe sifatet e tij të plota, Allahu këto hidrime, këto të këqija, këto vërshime, këto tërmete, këto vulkane, këto gjëra që neve kur pishohim dhe po mërzitemi, lutim Allahun që Allah t'i pizëlloj pi kokave tona, pi kokave të njerëzve, lutim Allahun subhanahu wa ta'ala an yarfa, Allahu ta ngrit hidrimi pi kokave tona dhe ta zbrit qetësinë, butësinë, rahmetin mesin ton, o Allah, zbrit rahmetin mesin ton dhe pezëlloj hidhrimi pi kokave tona. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Thuni astaghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'du. Falenderojm Allahun, selamet, përshëndetjet i dërguar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar. Kur i shohim këto të këqijat në fytyrë tokës, këto zullumet në fytyrë tokës, këto tragjedit në fytyrë tokës, tërmetet edhe vërshimet, gjithashtu keni pa dhe vetë në lajme, do më thonë se edhe në Maqedoni, në qytet atje, do më thonë ka qenë një erë shumë e fort, sa që ka prish për rreth shumë sende. Këto erërat, shi i tepërt, vërshimet, tërmetet, të ndëruar vëllezër, janë ajete, janë argumente që neve, apo juve, apo njerëzve në përgjithësi duhet
jo vetëm të na hap sytë e ballit, po dhe zemrës, që të përmisohemi, që të ngritemi, edhe të punojmë drejt rrugës Allahut subhanahu wa taala, që Allah mos çoj dënime në mesin e popujve për shkak mëkateve dhe gjunave të cilat ata i bëjnë. Atëherë të nderuar vëllezër, çfarë duhet bëjmë që Allahu ta largon dhe ta pezullon hidhrimin pi kokave tona, apo ta pezullon hidhrimin pi mesit njerëzve? Çfarë duhet bëjmë? Çfarë shkaqe dhe sebepe duhet marrim që në vend se Allahu me zbrit dënimin e vet, ta zbret rahmetin e vet. Lutim Allahun që Allahu ta zbret rahmetin mesin ton, mesin e familjarëve, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelle xhelalu t'i ndihmoj njerëzit dhe muslimanët anën ban ku kanë probleme dhe të lashe, ja rabbel alamin. E para, të nderuar vëllezër, para se me i tregue këto pikat shkurtimisht, e dini hadithin e pejgamberit alayhi salam kur Allahu subhanahu wa taala i çon disa melaçe për me shkatru një popull. Me shkatru një popull sepse kanë zonë re, kanë lënë rrugën e Allahut, po bëjnë mëkate, po bëjnë gjuna, po shkelin dispozitat e Zotit, çon melaçet me shkatru. Kur shkon me shkatru, melaçet kthehen përsëri te Allahu, ngriten në qiell. Ja rabbel alamin, na ke çu me një vend ku ka xhamia, na ke çu me një vend ku falet namazi, na ke çu me një vend ku bëhet dhikri, lexohet Kur'ani, qysh me shkatru atë popull. Allahu çka po thot? Filloje pi atynve që falen, sepse ata ka thënë peshën të keqen dhe s'pëndryshojnë. Fillo pi tyne. Edhe neve të nderuar vëllezër, secili prej neve që është pjesëtar i familjes vet, mos e lejo e keqja me ishte shtëpinë tënde. Edhe më bëj i verbër, sikur që nuk po sheh. Ruje namazin tënd, namazin e familjes tënd, mos e lejo me i harami shtëpinë tënd, vetëm se me halal, puno halal, fito halal dhe jepen rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ja rabbel alamin, qysh me shkatruat popull, qysh me dënu. Dhe në mesin e tyre ka njerëz të mirë, fillo pi tyne, po thotë, sepse ata peshën të keqen nuk pëndryshojnë. E sot e keqja është në katër tonë, të nderuar vëllezër. Nëse s'mundemi të keqen rrugës me ndryshue, atëherë ta ndryshojmë, kemi mundësi dhe kapacitet me ndryshu të keqen në mesin e familjarëve tonë, me ndryshu të keqen në të mirë, sepse na jemi që ky umet. Na jemi umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, kuntum khayra ummah, ju jeni populli më i mirë, ju jeni umeti më i mirë. Pse na jemi umeti më i mirë? Ta'muruna bil ma'rufi, urdhëroni në të mirë, wa tanhauna 'anil munkar, ndaloni nga e keqja, wa tu'minuna billah, dhe besoni Allahun. Nëse urdhërojmë në të mirë, ndalojmë nga e keqja, bëjmë davet, mësojmë dinin, e besojmë Allahun ashtu sikur që duhet, vijnë të mirat, vjen rahmeti nga ona Allahut. Por nëse na këto tre gjëra i lëshojmë pas dore, nuk e besojmë Allahun, nuk thirrim në të mirë, nuk ndalojmë nga e keqja, veçanërisht qu anfusakum ahlikum nara, shpëto veten dhe familjen tonë prej zjarmit të xhenemit, atëra Allahu hidhrohet me neve. Lutim Allahun që Allahu ta pezojë hidhrimi pi kokave tona, ja rabbel alamin, dhe ta zbret rahmetin mesin ton. E para që duhet ta ndryshojmë vetet tona në të mirë, edhe që mu bësh shkak sebeb që me Allahu me zbrit rahmetin e vet në rrezullin toksor dhe me largu hidhrimin prej rrezullit toksor. E para është me pas kujdes nga mëkatet edhe gjunahet. Me pas kujdes nga mëkatet edhe gjunahet, sepse gjunahet janë pasojë që Allahu mundet nëpërmes gjunave shon dënimin nga ona e tij. Pastaj e dyta, namazin. Namazin mos e lëshoni, namazin duhet me fal 5 vakte. 5 vakte një musliman dhe një muslimane duhet me qenë i lidhur me Allahun subhanahu wa taala, sepse namazi është baza, shtylla kryesore e fesë, kimu pyet nëse tek Allahu subhanahu wa taala. E treta, taubeja, me kërku shumë falje. Nëpërmes kërkimit faljes, duke thonë astaghfirullah, pendosh për mëkateve, për gjunave, në vend se Allahu më shu dënim ma i pari në zemrën tonë apo në zemrën tem, kur thuti astaghfirullah, bjen pishman, edhe e lidh në kontratë me Allahun subhanahu wa taala që mos t'i kthesh përsëri të njëjtat mëkate, gjunave, ato gjuna që Allahu nuk i don, Allahu e largon hidhrimin pi kokës tonë dhe zbret qetësinë dhe butësinë në zemrën tënde. Pastaj përveç toubes dhe istighfarit është me dhënë sadaka. Jepni sadaka sa keni mundësi, sepse nëpërmes sadakas Allahu xhelle xhelalu largon belat e të këqijat mesin e popullit. Tjetra, falenderoni shumë Allahun. E falenderimi më i plot ndaj Allahut është nëpërmes sejdës, kur adhuron Allahun subhanahu wa taala.
mos bëjmë zullum në fytyrë tokës, mos bëjmë padrejtësi në fytyrë tokës, mos t'i bëjmë padrejtësi njëri tjetrin, ta duajmë njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin, të kalojmë mirë me njëri tjetrin, mos ta xhelozojmë njëri tjetrin vetëm se për hajër edhe për të mirë. Tjetra gjithashtu edukimi familjar, ti edukojmë fëmijët tonë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara, shpëtof veten tonë edhe familjen tonë prej zjarmit të xhenemit. Gjithashtu mos bëjmë israf. Qëre sot, më thënë vëllezërit tanë atje në Nepal, qofshin prej muslimanëve apo jo muslimanëve atje, sot ndoshta s'kan çka me hongër. Sepse i tërë ai vendi atje, edhe ato qytetet atje, ato katunat atje janë balt. Janë balt, hapën e dytë edhe tretën peshkel, po dalin kufomat mbi balt, mbi lloç. Ata sot ndoshta s'kan çka me ngrën, ndoshta edhe pidjeshit s'kan pas çfarë me ngrën. Por ka njerëz që i ndihmojnë atyre dhe ka njerëz, domethënë që i afrojnë ndihmat e tyre. Edhe kështu të me radhë e jona është që mos bëjmë israf. Edhe nëse harxojmë, të jemi të matur në harxhim, po dhe mos bëhemi tamaçar, sepse tamaçarlloku nuk e don Allahu subhanahu wa taala. Edhe përfundimisht këto fatkeqësi, këto vërshime, këto ujëra që pishojmë na, këto mbytje që punim her pas here, si në vendlindjen tonë, si në Shqipëri, në Maqedoni, më thënë vendet ndryshme, edhe në Kosovë, po ndëgjojmë, më thënë mbytjet e ndryshme, vllau e mbyt vllaun e vet, apo qotë prindi e vran fëmijën e vet, vllavrasjet në mërzveti të cilat po bëhen të nderuar vëllezër. Gjitha këto neve duhet më na dhënë mësim që mu pendu edhe me hec jo vetëm një hap përpara, por shumë hapa përpara drejt rrugës së Allahut, sepse vetmja gjë që e pështon njeriu në këtë dynja është feja dhe dini. Larg fejes, larg islamit, Allah më na ruaj njeriu në hadreshi. Kurse njeri i cili është mrena në fe, është me Allahun, Allah është me to. Allah është me to dhe do e ruan njeriu nga çdo e keqe si në këtë dynja edhe në botën tjetër. Lutim Allahun subhanahu wa taala që edhe në vendet tona, edhe këtu, edhe anë mban ku ndodhen njerëzit e muslimanët veçanërisht, Allahu t'i ndihmoj ya rabbel alamin, të vdekurit e tyre Allahu t'i mëshiroj. Lutim Allahun subhanahu wa taala të smuarit tan dhe të smuarit e muslimanëve, Allahu t'i shëroj dhe të smuarit anë mban ku gjenden njerëzit. Në përgjithësi Allahu t'i shëroj ya rabbel alamin, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që edhe zemrat tona Allahu t'i shëroj, t'i udhëzoj, dhe mesin ton, xhamatin ton Allahu ta forcoj, xhamatet tona Allahu t'i udhëzoj. O Allah, zbrit rahmetin mesin ton dhe pezulloj hidhrimin pi kokave tona. Ya rabbel alamin, shtona frikën ndaj teje që t'i afrohemi të lejuarave. Ja Allah, shtona frikën ndaj teje që të largohemi prej ndalesave dhe t'i afrohemi të lejuarave. O Allah, na mundso me kuptoj islamin, dinin, ashtu siç e kuptuan të parët tan, sahabët, tabiinët edhe tbau tabiin. Allahumma amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.